Mirëmëngjesit e gjithëve. Unë jam Fabio Lo Serbo dhe kjo është një episod i podcastit e drejta e imigracionit. Sot analizojmë një çështje me rëndësi të veçantë që lidhet me heqjen e lejes së qëndrimit afatgjate të një shteti shqiptar. Kjo çështje është shkirtuar nga Gjykata Administrative Rajonale e Lombardisë në një vendim të publikuar me 28 maj të vitit 2025. Vendimi numër 1167 EPC i vitit 2025 lidhur me padine numër 2320 e vitit 2021. Drejtoria e Policisë kishte vendosur të revokonte lejen e qëndrimit afatgjate dhe njëkohësisht kishte refuzuar kërkesën për përditësimin e saj. Sipas mbrojtjes së aplikantit, masa ishte marrë në mënyrë automatike vetëm mbi bazën e një dënimi penal të mëparshëm pa një vlerësim real të rrezikshmërisë së setit shoqërore dhe pa marrë parasysh lidhjet familjare që ai kishte në Itali. Gjykata, megjithatë, nuk e pranoi këtë argument. Vendimi thekson se në ninin të i ligjit të unifikuar për imigracionin e detyron administratën të kryejë një vlerësim individual të hollësishëm ku merren në konsiderate jo vetëm dënimet penale, por edhe kohëzgjatja e qëndrimit në Itali, integrimi shoqëror, lidhjet familjare dhe situata e punësimit. Gjykata kushtetuese dhe Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian kanë përsëritur disa herë se vendimet automatik nuk lejohen. Në këtë rast, sipas Gjykatës Administrative Rajonale, vlerësimi i administratës kënë i plotëse. Vendimi i kontestuar përmend dënimin për një sere vjedhjesh në banesat për veprën e pashjes së sendeve të vjedhura, duke vënë në dukje se aktiviteti kriminal nuk kishte pushuar me vullnet personal, por vetëm pas ndërhyrjes së forcave të rendit. Pas përfundimit të dënimit, aplikanti ishte gjetur sërish në shoqëri të personave të përfshirë në aktivitete të paligjshme që u konsiderua tregës i vazhdimësisë së një mjedisi kriminal. Drejtoria e Policisë pranoi se aplikanti kishte lidhje familjare në Itali, por çmoi se këto elemente nuk ishin të mjaftueshme për të kapërcyer vlerësimin për rrezikshmëri shoqërore. Gjykata e vlerësoi këtë arsyetim si të plotë dhe të qëndrueshëm, duke theksuar se administrata kishte kryer një balancim real midis interesit publik për sigurinë dhe interesit të aplikantit për mbrojtjen e jetës familjare. Përfundimisht, padia u hodëposhtë dhe vendimi për heqjen e lejes së qëndrimit afatgjate u konfirmua. Ky vendim na ofron një kuadër të qartë. Legja e qëndrimit afatgjate është një status i fortë juridik, por mund të hiqet kur shfaqen elemente serioze dhe aktuale që tregojnë rrezikshmëri shoqërore, me kusht që administrata të kryejë një vlerësim konkret, individual dhe në përputhje me ligjin dhe jurisprudencën. Kaq për sot. Ju falenderoj për ndjekjen e këtij episodi të podcastit e drejta e imigracionit. Do të takohemi së shpejti me një analizë tjetër.